Territori shqiptar për datën 31 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme, duke sjellë mot me vranësira të shpeshta dhe intervale të shkurtra kthjellimesh në disa zona. Paraditja do të jetë kryesisht me vranësira në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja sjell përmirësim të lehtë të kushteve atmosferike në zonat lindore dhe juglindore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell kryesisht në zonat qendrore dhe lindore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 31 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:47 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:01 minutë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 5 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 3 deri në 7 gradë Celsius. Peshkopi 2 deri në 6 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 13 gradë Celsius. Durrës 7 deri në 14 gradë Celsius. Kavaj 6 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 7 deri në 13 gradë Celsius. Berat 6 deri në 13 gradë Celsius. Korçë 1 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë 8 deri në 14 gradë Celsius.